Kjo zyrtare policore po lëviz nëpër stacionin e autobusëve në Pej për të treguar prezencë. Por mëngjesin e sejntës, para se kjo të nisë ndërimin, pati një konflikt ku përdorën edhe armë zjarri. Dëshmitarët i thanë ATV-s se gjithçka kishte ndodhur në orët e para të mëngjesit, kur nxënësit po përgatiteshin për të shpërndarë nëpër shkolla. Krejt kësaj thonë se i kishte paraprirë një zënk mes grupit nxënësish dhe disa ish nxënës të shkollës teknike, të cilët më pas kishin nxirrur armët dhe kishin shtrejp në drejtim të njëri tjetrit. Policia ka ndaluar 4 të përfshirë në rast. Saktësisht tek peroni numër 19 janë gjetur 4 gëzhoja. Hetuesit kanë arritur të identifikojnë të dyshuarit dhe të njëjtit janë intervistuar nga policia. Me vendim të prokurorit, 4 të mitur janë ndaluar për 24 orë. Ndërsa nga drejtoria e arsimit nuk u deklaruan pasi thanë se nuk kanë informacion se cilës shkolli përkasin nxënësit. Stacioni i autobusëve monitorohet nga policia e Kosovës pas orës 11 të mëngjesit, nga se siç thanë, atëherë është turma më e madhe e nxënësve dhe e udhëtarëve.